Të gjithë ata të cilët i drejtohen thethit, ndalesën e parë e kanë patjetër në qafë thore, në balkonin panoramik, i cili shërben jo vetëm për një ndalesë të shkurtër për të shijuar bukurinë e papërsërishme të natyrës, por edhe për të shkrepur një foto për ta marrë si një kujtim në vende të ndryshme nga të cilët ata vinë. Panorama mahnitëse e Alpeve dhe kthesat karakteristike të kësaj zone i detyrojnë vizitorët të ndalojnë për disa qaste për të shijuar pamjen dhe për të realizuar fotografi në zonën e qafthores, aty ku njihet edhe për balkonin e saj panoramik me pamjen tetë piktoreske. I am originally from the United States, but I live in Argentina. Unë jam nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jetoj në Argjentinë. Është hera e parë që vi në këtë vend, më pëlqen shumë natyra, ajri është shumë i pastër. Kam në plan të bëj hiking dhe do të shkoj të vizitoj ujvarën. Do të qëndroj këtu vetëm një ditë sepse hotelin e kam në Shkodër. Kam ardhur këtu me furgon vetëm për sot. Do më pëlqente shumë të rikthehesha përsëri. Më pëlqen shumë topografia e Shqipërisë, se lidhet shumë bukur mali me detin. Kam qenë edhe në Himar dhe në Vlorë dhe tani në Shkodër. Vlerësoj shumë njerëzit, ushqimin, natyrën dhe gjithçka pozitive. I'm from the USA. Vin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është hera e parë këtu. Është shumë bukur, është një mrekulli. Kam ardhur të vizitoj Alpet dhe do përpiqem të shkoj në sa më shumë vende të munden. Do qëndroj këtu 2 ditë bashkë me të dashurën time. From Germany. Vi nga Gjermania, është hera e parë në Shqipëri. Kam dëgjuar për Shqipërinë nga miqtë e mi dhe më kanë folur shumë mirë. Kam ardhur për hiking edhe pse më rekomanduan miqtë e mi. Do të qëndroj 3 ditë. England. Vi nga Anglia, është hera e parë në Shqipëri. Kam ardhur për 3 ditë bashkë me një shok. Pastaj do shkojmë në Bosnjë. Kam në plan të vizitoj Syrin e Kaltër dhe të bëj shtegun e Valbonës. Pak më tej, në hyrje të thethit, turistët mikpriten nga një tjetër atraksion, i cili po fiton gjithnjë më shumë popularitet, zipline-i, i cili tashmë sjell një përvojë dhe adrenalin, duke ofruar vizitorëve mundësinë të fluturojnë mbi peizazhin e mrekullueshëm alpin. This is the first time we do the zip line and my family just went, 4 people. Është hera e parë në Theth, është një vend shumë i bukur dhe do të provoj zip line. Familja ime sapo u holl, gruaja bashkë me 2 fëmijët e vegjël, po ndihem shumë i emocionuar që po e bëj këtë. Ndodhemi në zemër të Alpeve shqiptare, në Theth, një nga destinacionet më të kërkuara edhe në këtë sezon turistik. Çdo ditë qindra vizitor e frekuentojnë Thethin kryesisht për shtigjet malore, për natyrën piktoreske, por edhe mikpritjen karakteristike. Vizitorë nga vende të ndryshme të botës mbushin bujtina dhe ambientet përreth, duke kthyer Thethin në një nga pikat më të gjalla turistike të veriut, krahas vizitave në atraksionet natyrore si ujvara Grunasit apo Syri i Kaltër, duket se shtegu Theth Valbon mbetet ndër më të preferuarit nga turistët. Izrael. Vi nga Izraeli, më pëlqen shumë, kam qëndruar një ditë edhe është shumë tërheqëse. Po, edhe unë vi nga Izraeli, më pëlqen shumë, ne do të ecim. We search in Google. Kërkuam në Google dhe nga miqtë e njohëm, është vend shumë i bukur, e rekomandoj. Do bëjmë ecjen për në Valbon nesër dhe pastaj do ikim në mal të zi. Operatorët turistik shprehin të kënaqur me ecurinë e këtij sezoni. Sipas tyre, interesi për Thethin vijon të rritet nga viti në vit, ndërsa rezervimet kanë qenë të shumta gjatë gjithë muajit gusht. Turizmi është mirë, krahasim me vitin tjetër është një sezon shumë më i mirë. Normalisht me të huaj, jo me shqiptar, e Prishtinë është shumë e vogël. Ky vit ka kanë me shqiptar. Besoj se ky sezon ka më zgjat më shumë se vitet tjera. Me fluks, ma fjallë, normalisht në për çdo vit këna sezonin e gjatë. Ka një ndryshim të themi atyre nga vina, apo janë thuajse të njëjtat? Këtë vit kemi vënë si ka shumë australian. Pra, një vit që janë ndryshe për turizme të tjerë, se gjithmonë ka pas europian, po këtë vit ka pas shumë australian. Po thuajse nga gjithë bota, po kanë pas kryesue australian. Batë kalimi Theth Valbon. Është edhe kalimi tjetër që vjen mbrapa është Theth Vonthaj. Është mani ndërkalim se është kjo pikses si batë. Është normalisht është pothuajse platallaj gjatë gjithë verës. Këtë vit ka pas edhe njerëz që po merren si bajnë xhiro me kuaj edhe i shoqërojnë në pika të ndryshme. Normalisht edhe motora me 4 goma. Çdo ditë po shtohen atraksione të reja. Ne normalisht kemi shumë staf edhe
kemi marrë dhe shqiptar, po këtë vit kemi marrë edhe nga të huaj, Filipines. Kemi marrë për pastrimin edhe për fjalë të larës për këto shërbimet, si nuk kanë direkt kontakt me klientin. Nuk do të vinë të sulën edhe të mendojnë të vinë gjithë në gusht. Janë muaj tjerë që janë shumë fantastik, si është tetori, nënori, si vjen vjeshta, ka është dhe momenti kur thethi merr tjetër ngjyrë. Është fantastik. Jo vetëm gushti ose vetëm korriku ose shtatori janë muaj që mundi marrë, jo po. Është sezoni. Sezonin ne kemi deri në fund janarit. Normalisht ushqime tradicionale kërkojnë edhe banorët e zonës, po thuj se gjithë janë nue ata si shërben ushqim, ju kanë përkushtuar kësaj gjë dhe është rrit edhe cilësia e ushqimit, cilësia, po mundon të marrim sa më shumë në përfshat në zona bio. Po mirë, këtë vit shoh një ndryshim edhe sipas reviewve se i ke në Google shumicën i ke mbi 4.5, 4.8 shumicën e restoranteve. Megjithatë, krahas zhvillimit turistik nuk mungojnë edhe sfidat. Furnizimi me energji elektrike mbetet ndër më problematikët në zonë, sidomos gjatë pikut të sezonit, ku rritet ndjeshëm kërkesa. Një investim i cili ka nisur, por që duket se edhe këtë sezon do të mbetet me të njëjtat sfida. Për momentin kemi metë pjesa e dritave, si është shumë problem. Pavarësisht se doli ministri dhe punimet kanë filluar për marrë nga Shkodra. Pra kanë ardhin vogël dhe pritet më ardhin theth, por kjo është në problemet kryesore për momentin. Për sezon normal. Besojmë për sezon tjetër të jemi okay me energjinë. Ndërkohë thethi po kthehet edhe në një mundësi punësimi për të huajt. Vitet e fundit është vënë re një prani në rritje punonjësve nga vende të ndryshme, kryesisht nga Filipinët, të cilët angazhohen në sektorin e shërbimeve. Gjesalin është një prej tyre. Ajo ndodhet në vitin e parë të punës në theth dhe shprehet mjaft të kënaqur me këtë eksperiencë. I came here first in Albania. I work in Tirana. Kur kam ardhur në Shqipëri për herë të parë, kam punuar në Tiranë për një vit si banakiere dhe pasi më mbaroi kontrata, erdha këtu në theth se ma sugjeroi një mike imja. Në Tiranë është mirë nëse të pëlqen jeta e qytetit, ndërsa këtu është natyrë shumë e bukur, pamje e mrekullueshme. Pronari është shumë i mirë dhe kolegët gjithashtu. Nëse pronari dëshiron që unë të qëndroj më gjatë, jam e gatshme të rinovoj kontratën. Janë njerëz të mirë dhe puna është e mirë. Këtu ndihem shumë mirë. Klientët janë shumë të sjellshëm, nuk kam presion gjatë punës. Do t'ja rekomandoja çdo kujt të punojë në theth, sidomos atyre që pëlqejnë natyrën. Edhe rroga po ashtu është e mirë sepse këtu nuk shpenzon asgjë. Pasi fjetja dhe ushqimi janë falas, ndonjëherë edhe pijet janë falas, sidomos pas një dite të lodhshme. Këtu gjithçka është falas për stafin. Me bukuritë e tij natyrore, aventuret që ofron dhe mikpritjen që e karakterizon, thethi vijon të mbetet një nga destinacionet më tërheqëse për turistët, vendas e veçanërisht ata të huaj, duke u konsoliduar çdo vit më shumë në hartën e turizmit shqiptar.